Gjatë një ankete të zhvilluar me qytetarë të rastësishëm në Ulqin, u përpoqëm të kuptonim se si ata presin fundvitin dhe çfarë mendojnë se i mungon qytetit ton. Opinione të ndryshme, por të sinqerta, dolën në pahën nga bisedat e shkurtra me ta. Shumë prej qytetarëve shprehun shqetësimin për infrastrukturën rrugore, e cila aktualisht është në proces rinovimi. Sipas tyre, punimet e zgjatura krijojnë vështirësi në lëvizje dhe ndikojnë në përditshmërinë e banorëve, e sidomos në kohën kur qyteti përgatitet për festat e fundvitit. Megjithatë, ato shpresojnë që këto ndërhyrje të sjellin përmirësime afatgjata dhe të ndihmojnë në zhvillimin urban të Ulqinit. Nga ana tjetër, pati edhe nga ato që e shohin Ulqinin si një vend me bukuri të shumta natyrore dhe kulturore, një thesar që nuk e gjen lehtë diku tjetër. Ata theksuan se qyteti ka potencial të madh turistik, por nevojiten më shumë investime dhe punë vazhdueshme për ta ngritur këtë potencial në nivel që meriton. Ulqini shumë mirë. Populli nuk ka qef me punu, as kërkush në Ulqini është qetësi gjithmonë. Në Ulqini janë populli mirë, edhe natyra është shumë e mirë. Katastrofë këtu. Peshit edhe vetë, në kanë lanë mazdohet me pushtete me krejt. Rrugë të qilnë, rrugë të hapna, shi, bje, s'ka kanalizim, s'ka kur gjanë. Marrë diçka masa këta, se ja kështu. Te bulevardi, shkanu i për aty, thonë me arë me qilë kanalizimin, po, thonë, në shprish kamion, ju prishën ndimin, verës ju prishet. Punë pak ma shumë. Punë pushtetarë që populli punën në ngrati, po s'ka me... Popullatës si popullat, po. Banorët janë disponime, punojnë, janë krejt aktiv, po pushtetin në kalan mëra pa krejt. Pse e thonë se s'punojnë. Me shkut është komunë zjenë kërken. Ata kanë dorë, kja është e tana. Pa ovako, novu godinu provesti kući sa porodicom, a pravo da vam kažem, nisam još dovoljno vidio dekoraciju, jer nisam toliko prošetao kroz cijel grad, tako da ne mogu odgovoriti tačno. Pa prvenstveno za mlade da imaju dobru muziku, na nekim otvorenem prostoru gdje može više ljudi da stane i da je muzika njima odgovarajuća, nema nama starima, tako da se oni okupe tu, jer sve je manje para kod ljudi, ne mogu da plate dočeke, tako na otvorenom vjerovatno im više odgovara. Pa već ga sređivaju, sređivaju ga i meni je milo to što ga sređivaju. Vidim da se uređuje ulici fino i meni je zaista drago. Pa dobro je, meni se baš sviđa, meni. A sad ne znam za ostale, ali pa većina kući i tako nije da mi je sigurno mi je svugdje, ali najljepše mi je kući. Izađem ovako na Novu godinu taj dan u grad, popijem kafu i tako. Malo prošetam kroz grad i tako. Već sam 30 godina u Ulcinju, meni se Ulcinj sviđa, inače sam iz Hrvatske i tako da. I već sam 30 godina, meni se sviđa Ulcinj. I Ulcinj je među najmirnijim gradovima što se tiče ove države. I fini su ljudi, tako, baš mi se sviđa. Pa me ju thanë drejt, pa shaf diçka pos dhe i ndryshim me krahasu me viteve tjerë. Me qenë se të shemi edhe një periudhë që punët në për rruga, në për lagjet qytetit, ndërtim që janë të ba këtë ujqesin e ri, disesi ja prishi, por e ka këtë bukurin që do të para vitit, disesi e ka lanë si mrapa. Festat e fund vitit, në moshë si jam, si shumica pyne moshetarve mi dhe vendas, orientohemi ma tepër në familje, në shtëpi, kështu që diçka posaçërisht nuk ka. Në përgjithësi, banorët e Ulqinit e presin fundvitin me optimizëm dhe dëshirë për ndryshime pozitive. Pavarësisht sfidave të momentit, ata mbeten të lidhur me qytetin e tyre dhe të bindur se me kujdes dhe përkushtim, Ulqini mund të shkëlqejë edhe më shumë.